tjetër njëri shumë të rëndësishëm të panelit që është Amarita Mamaj. Faleminderit që sot këtu me ne. Përshëndetje të gjithëve, shumë faleminderit që keni ardhur sot këtu. Nuk të mendoni që ky është thjesht një event, por në fakt ju jeni shumë të rëndësishëm në këtë nisëm që ne kemi marrë dhe në këtë kaos që ne mbështesim, sepse të bashku jemi më të fortë. Sot jemi vjedhur jo vetëm për të folur, por edhe për të kuptuar përgjegjësinë që ne kemi ndaj njëra tjetrës dhe ndaj shoqërisë tonë. 25 nëntori është një ditë e dhimbshme, por e domosdoshme. Një ditë që na vërret të mos heshtim dhe të përballemi me dhunën ndaj grave. Si artiste dhe si punonjëse sociale, unë kam parë dy botë që takohen. Botën e emocioneve që arti shpreh dhe botën e ashpër që shumë gra përballen çdo ditë. Kam takuar gra që pozicioneshin në skenë por që qajnë pravadyrëve të mbyllura. Kam takuar gra të cilat rrisin fëmijët me duart të tyre të lodhura por me zemrën e pathyeshme. Gra që mbajnë varrën e dhunës dhe jo vetëm në trup, por edhe në shpirt. Shumë prej tyre vijnë nga realitetet e varfra, nga familje të thyera, nga rrethana të vështira sociale. Disa nga izolimi, disa nga përjashtimi, disa nga një jetë, por të drejtat e tyre janë harruar. Dhe prapë çdo ditë ato gjejnë forcën të krihen, të punojnë, të mbajnë familjet e tyre dhe të besojnë se nesër do të jetë më mirë. Këtë forcë duhet ta mbrojmë. Këtë forcë duhet ta mbrojmë. Sot duhet të flas edhe për gratë shqiptare, nëna tona, motrat, shoqet, koleget, për gratë që sakrifikojnë gjithçka për familjen, për gratë që heshtin, jo sepse nuk kanë zë, por sepse askush nuk i ka dëgjuar, për gratë që punojnë dyfishin, dashurojnë pafund dhe mbajnë barrën e shoqërisë pa kërkuar asgjë në këmbim. Dua t'i drejtojmë çdo gruaje që më dëgjon. Ti je art, ti je forcë, ti je jetë. Mos e lejo askënd të të thyej. Mos lejo askënd të të friksoj. Dhuna nuk është dashuri, nuk është familje, nuk është sakrificë. Dhe këtu e theksoj me të madhe që dhuna është shpirt. Sot më shumë se kur, na duhet solidaritet. Na duhet që të mos pastrojmë zemrën me justifikime, por ta emërojmë dhe ta luftojmë. Na duhet që çdo grua të di se ka ku të shkojë, ka ku të therras, ka kush e mbron. Si artiste, premtoj të vazhdoj të përdor artin si një dritë që ndriçon realitetin. Si punonjëse sociale, premtoj të mos lodhem duke u bërë zë i grave që ende guxojnë të flasin. Dhe si grua, premtoj të qëndroj për krah çdo gruaje tjetër, sepse dhuna mund të hesh një person, por nuk mund të hesh një shoqëri të bashkuar. Shumë faleminderit që jeni këtu sot, faleminderit që jeni bërë pjesë në një botë të drejtë.